Izraeli kundër Palestinës, e vërteta e fshehur për të cilën askush nuk po flet. Shikoni me shumë kujdes nëse ky parashikim është bërë me 22 shtator. Ne do të ndërtojmë një korridor të ri paqe dhe prosperiteti që lidh Azin përmes Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, Jordanisë, Izraelit me Evropën. Unë besoj se një rrugë e vërtet drejt një paqe të vërtet me fqinjët tanë palestinez më në fund mund të arrihet. Por kjo është ajo që ndodhi vetëm 15 ditë më vonë. Ne shikojmë sërish atë video. Ju mund të shihni se ka një njeri që po shikon lart në qiell. Ai ka parë diçka. Tani nuk e dim me saktësi se çfarë po shikon. Izraeli është në luftë. Izraeli thotë se është në luftë. Izraeli ka shpallur luftë. Ajo përfaqëson humbjen më të madhe të jetëve në një ditë të vetme në historinë izraelite. Por edhe pse Izraeli nuk e fitoi këtë luftë, Izraeli do ta përfundojë atë. Tani, jeni në një sy këtij parashikimi të bërë në Bibël, sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë i bie një shkatërim i papritur. Do të ndjej një urrejtje për ta thënë këtë, por edhe pse jam një burr që kënaqem duke lexuar shenjat, besoj se shumicës e njerëzve u mungojnë pikat. Më vonë, ne në fakt do të shikojmë Rusinë, Iranin dhe Izraelin, por kjo nuk është çështja. Çështja kryesore nuk është të mendosh nëse kjo është palosja e Ezekielit 38. Çështja kryesore nuk është ajo që pretendon pala tjetër, ku ata thonë se ka konflikte në Izrael për 70 vjet. A nuk mund të jetë ky thjesht një konflikt tjetër? Çështja kryesore nuk është të thuash se ky është populli i Zotit dhe ky është kombi i Zotit. Jo. Çështja kryesore është kjo. Ndërsa unë dhe ti, të qetë, ulemi në koltukët tanë duke debatuar për gjitha këto shkrimet e ndryshme. Ka njerëz të vërtet tani të cilët po lëndohen dhe klithmat e tyre dëgjohen nga Perëndia në parajs. Dhe ndërsa ne debatojmë për të gjitha këto gjëra, ka njerëz të vërtet që po vdesin. Unë do t'u tregoj pse bashkimi i forcave të Rusisë dhe Iranit, siç kemi dëgjuar në lajme, mund të jetë në të vërtetë një lajm i keq për Izraelin. Izraeli është populli i zgjedhur, por Zoti do edhe njerëzit e Palestinës. Personalisht besoj se nuk duhet vetëm të lutemi për paqe në Jeruzalem, por duhet të lutemi që të gjitha ata burra të zemëruar të heqin urrejtjen dhe të zbulojnë dashurinë e Zotit. Interneti na ka treguar se ka shumë skuadra që po formohen, ose skuadra juaj Palestinë, ose skuadra juaj e Izraelit. Por në të vërtetë, sado që të duam të mbajmë anë në këtë, e vetmja anë që ka rëndësi është i e i Zotit apo i djallit, sepse të gjithë po luftojnë për këtë qytet të shenjtë të Jeruzalemit, por në fundit Jeruzalemi ka një fuqi. Pse? Sepse një ditë Mesia do të kthehet në Jeruzalem dhe ai do të vendosë mbretërinë e tij. Kjo mund të jetë shenja serioze. Por në të njëjtën kohë, siç kanë thënë të tjerët tashmë, ka pasur konflikt në Izrael që nga viti 1948, që kur Izraeli u rivendos, aty ka pasur probleme që nga ajo kohë. Pra, thjesht shikoni këtë me kujdes. Dënim dhe ngushëllime të derdhura nga gjithë bota, por jo nga udhëheqësi rus Vladimir Putin. Në komentet e tij të para, në vend të empatisë, Putin po sulmon Sheban. Ky është një shembull i qartë i dështimit politikës së Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme, e cila u përpoq të monopolizonte çdo zgjidhje midis Izraelit dhe palestinezëve. Tani, ja ku bëhet shumë interesante. Ishte një historian i lashtë, njeri i quajtur Herodot. Dhe Herodoti jetoi 500 vjet para Jezu Krishtit, dhe ai besonte se toka e Magogut ishte banuar nga këta njerëz të quajtur skithët. Jozefi, për të cilin mund keni dëgjuar, i cili ishte një historian hebre, gjithashtu pohoi këtë pikpamje. Tani, kush janë skithët e sotëm? E po, nëse gjurmoni për ardhin e skithëve, me këtë do të mbeteni. Janë ata që janë nga Ukraina dhe ata që janë nga Rusia. Pra, po me 3 emrat e tjerë, e po, fjala Rash është disi e qartë, apo jo? Ky është emri i lashtë i Rusisë. Dhe pastaj kemi Meshek. E po, studiues të Biblës besojnë se Meshek është emri i lashtë i Moskës. Dhe pastaj kemi Tubalin, ku disa besojnë se mund t'i referohet qytetit rus të quajtur Tobolsk. Profecia vazhdon. Do t'ju kthej, do t'ju vë grepa në nofulla dhe do t'ju nxjerrë jashtë me gjithë ushtrinë, kuajt dhe kalorësit tuaj. Pra, tu në librin e Ezekielit lexojmë për princin e Rashit, i cili donte të pushtonte kombin e bekuar të Zotit, popullin e Izraelit. Dhe pikërisht kur princi i Rashit mendoi se ai ishte shefi, e sheh këtë karem të reqës dhe kafshon mbi të.
vetëm për të kuptuar nëse është fiksuar mbi një gjëm të ftohtë, mizore. E njëjta foto është këtu. Princi Rashid, ai sheh këtë mundësi jorse, këtë shans për të pushtuar një kom të ri, për të pasur më shumë tokë, më shumë plaçkitje. Dhe çfarë ndodh? Ai merr një ushtri të madhe me vete. Dhe ashtu si Princi Rashid mendon se është shefi, Zoti tregon se sa e dobët është vërtet bota e njerëzore. Por e vërteta e frikshme është kjo. Asgjë nuk bashkon më shumë se lufta. Çfarë dua të them me këtë? Nëse ka një grup vendesh që urej një vend tjetër, më shumë se sa urej njëri tjetrin, së shpejti do të shihni se aleanca do të fillojnë të krijohen. Edhe në librin e Ezekielit, thuhet se kur Princi Rashid të vendosë do të pushtoj Izraelin, ai do të zgjeroj kufit e tij. Ai do të ketë aleanca me popullin e Libis. Ai do të krijojë bisedime paqe me popullin e Turqisë. Ai do të marrë Iranin në anën e tij. Ai do të marrë Etiopin në anën e tij, dhe ata do të formojnë këtë ushtri të madhe që të mund të shkojë për popullin e Izraelit. Profecia thotë se Princi Rashid do sulmojë një qytet pa mbrojtur, një qytet që ka njohur sigurinë për shumë vite. Dhe pikërisht kur ata do të ulnin mbrojtjen e tyre, pikërisht kur do të dëgjonin gënjeshtrat e qeverisë, se tani ishte një epokë paqeje, pikërisht kur ata rrëzuan të gjitha muret e tyre dhe mendonin se gjithçka ishte në rregull, është momenti kur Gogu do t'i befasojë dhe do të plaçkisë tokën. Parashikimi thotë se kur të ndodh kjo, Sheba, Dedani, tregtarët e Tarshishit dhe të gjithë luanët e tyre të vegjël do të thonë: a ke ardhur të marrësh plaçk? Pra, me fjalë të tjera, vendet në perëndim do të protestojnë dhe do të thonë: çfarë po bën? Pse po e bën këtë me këtë popull të pafajshëm? Lerini të qetë, mos vidhni nga toka e tyre, le të jenë të qetë. Bibla thotë se kur Princi Rashid të arrijë në Izrael, paprit ma zemërimi i Zotit do të ndizet. Ai do të derdhë gjykimin dhe do të ndodhë tërmetimi i fuqishëm që toka ka parë ndonjëherë. E gjithë bota do të tronditet dhe befas do të bjerë breshër nga toka. Do të zbresë zjarr dhe sjufur, do të ketë murtaj dhe malet do të soptohen. Ata do të bien për shkak të peshës, për shkak të fuqisë së tokës që tundet nga Zoti. Dhe pikërisht në këtë kohë, vllai do të kthehet kundër vllait. Me fjalë të tjera, ushtrit e Gogu do të kthehen kundër njëra tjetrës dhe do të luftojnë kundër njëri tjetrit dhe do të ketë një luftë civile derisa të shkatërrohen. Dhe pastaj shkrimi tregon se zogjtë e qiellit do të zbresin dhe ata do të shohin këtë sasi të madhe trupash, këtë bollëk kufomash, dhe do të zbresin të ushqehen me mishin e atyre njerëzve. Por, hey, tani ja një teori tjetër magjepse, dhe ju më tregoni nëse mendoni se është e besueshme apo jo. Në kapitullin 39 të Ezekielit, thuhet se do të duhen 7 muaj që njerëzit të varrosin trupat e ushtrive të Gogut. 7 muaj. Por jo vetëm kushdo mund t'i varros trupat. Në fakt, thuhet se do të ketë njerëz që do të punësohen posaçërisht për të varrosur këta trupa. Dhe nëse ndonjë burr, ndonjë grua sheh një kockë, ata duhet të vendosin një shënues pranë kockës dhe nuk duhet të prekin trupin, si një mënyrë për të pastruar tokën. Kur e shikoni këtë, mendoni: kjo nuk është shumë praktike, apo jo? Nuk është çudi që do të duhen 7 muaj. Pse të tjerët nuk mund të ndihmonin në varrosjen e trupave? Arsyeja mund të jetë kjo. Përsëri është vetëm një teori. Por nëse përfshihen armë bërthamore, prekja e një trupi mund të jetë shumë e rrezikshme, sepse ai trup do të ishte radioaktiv, dhe ju gjithashtu mund të kontaminoheni shumë lehtë nga materiali radioaktiv. Pra, do të duheshin njerëzit e duhur që të merren me trupin me kostume të hazmat, në mënyrë që të mos përapen kimikatet e rrezikshme radioaktive. Pra, këtu është përgjigjja që të gjithë keni pritur. A mund të themi se Princi Rashid, Gog, nëse dëshironi, është presidenti i Rusisë që po shohim tani? A besoni se ngjarjet që po ndodhin në Ukrainë dhe që po ndodhin në Rusi, tani është se Ezekieli 38 po shpaloset para syve tan? Mund të jem plotësisht i gabuar për këtë, por në të vërtetë, kur e shikoj, nuk e di. E vetmja mënyrë që unë mendoj se do ta dim përfundimisht është kur Rusia të pushtojë Izraelin. Unë personalisht besoj se Princi Rashid do të jetë presidenti i Rusisë. Ju ndoshta mund thoni se kjo video është pak më parashikuar se videot e mia të tjera, por sepse kam nxituar. Shiu do të vi, tani po erësohet. Por duhet t'ju tregoj gjithashtu për një vend pa zë, të cilin, për disa arsye, gazetarët, stacionet e lajmeve, mezi e kanë mbuluar fare, dhe ky është populli i Armenisë.
Gjithë vëmendja është në popullin e Izraelit, por unë gjithashtu them, ju lutem mos harroni popullin e Armenisë. Lutuni për ta dhe ndihmojeni në çfarëdo mënyre që mundeni. Dhe nëse jeni dikush që i duken interesant këto gjëra, dëshironi të mësoni më shumë. Unë kam një mori videosh këtu. Bëni subscribe dhe ju premtoj që nuk do të zhgënjeheni. Dëgjojmë